Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri këtë mbrëmje sot duke bërë këtë emision dhe do të flasim për një temë historike përsëri nga e kaluara, nga lashësia, dhe do të flasim pikërisht për kohën kur Evropa fliste shqip. Sigurisht që ne në këtë emision sot kemi ftuar studiuesin zotin Lulzim Osmanaj, i cili përmes internetit, përmes kësaj lidhje me internet, do të flasim këtu në emision për temën origjina e lire të Alpeve Lindore, Zvicër, Austri kryesisht. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, zoti Lulzim. Përshëndetje, faleminderit, mirë se gjitha. Atëherë, ashtu siç shpesh e kemi thënë për shumë debate, shumë emisione, origjina e Evropës është po nga fiset ilirike të racës tonë, pasardhës të cilëve jemi ne shqiptarët, por që të vërtetojmë këtë duhen dhe ca fakte dhe ca argumente. Dhe ne për këtë emision do flasim sot për të vërtetuar se çfarë na lidh ne me shtetet e tjera aktuale si Zvicra, Gjermania, Belgjika, por edhe shumë shtete tjera, Gjermania, kështu me radhë. Çfarë na lidh ne me këto shtete dhe si ne mund të faktojmë këtë lidhje përmes fakteve historike. Dim që ilirët përtej perandorive, retët, pasardhësit mitologjik dhe të Liburnëve dhe të Venetëve kanë banuar aty në ato zona herët, por në rast të parë na shpjegoni pak kush ishin retët dhe Venetët. Venetët kanë të bëjnë me Venedikun e sotëm apo janë të tjerë? Na shpjegoni çik lutem. Po, shumë mirë e shpjegove. Venetët janë po atë i njëjti fis që kanë qenë dhe i njohim edhe që nga Herodoti. Këto fise kryesisht që kanë popullu Austrinë e sotme, Zvicrën, një pjesë të madhe të Gjermanisë, pjesa e Bohemisë apo Çekoslovakia e sotme, duke shtrirë thellë deri në Panoni apo Hungaria sotme deri tek liçeni Balaton, që shpjegohet përmes shqipës Balt, janë fise ilire kryesisht të njohura, të dokumentuara nga autorët të lashtë, por edhe autorët austriak, zvicran, kryesisht gjerman, sepse andej flitet gjermanishtja. Këto fise, siç janë retët, tauriskët, tirolët, norikët, pastaj breunet, genaunët, që unë i kam quajtur si fise binjake, sepse janë çdo herë na shfaqen nëpër dokumenta së bashku. Janë fise venete, pra kryesisht fise që kanë venete, liburne, dalmate, panone dhe breuke. Kështu na japin autorët të lashtë, si për shembull Servius Grammaticus i lidh fisin e retëve nga fisi Liburnë dhe Venet. Po ashtu dhe vendelikët i lidh me fisin Liburnë. Një fis tjetër që është shumë i panjohur, pra që përmenda pak më parë, është edhe fisi i breunëve, që autorët si Servius Grammaticus e lidhin me fisin ilir të breukëve. Pra breun. Retët, kush janë në retët? Retët janë një fis i lashtë ilir, i cili ka jetuar diku në rreth vitit 1200 para erës tonë, pra para 3200 vjetëve. Fjala retia nuk shpjegohet përmes gjuhës gjermanike, as përmes gjuhëve të tjera. Ajo është një fjalë ilire që shpjegohet përmes gjuhës shqipe. Sepse retët nuk kishin vetëm një fis, ata morën me vete kur u zhvendosën në atë pjesë, pra që ishin fisi i parë, kishin edhe hynit me vete. Për shembull, hynia më e njohur që ne nuk e kemi njohur ose studiuesit tanë të Akademisë së Shkencave, është erejtia. Perëndesha erejtia që sillte rregull, që mbante rendin, lironte skëllëvën. Autorët e ndryshëm janë mundu ta shpjegojnë se nga rrjedh fjala reti, por nuk kanë mujt të jap shpjegim. Atëherë nga rrjedh retia, nga rrjedh fjala ret dhe nga rrjedh perëndesha, emri i perëndeshës erejtia. Fjala reti rrjedh nga gjuha ilire gjithsesi shqipe që do të thotë re, bubullim, shi,
sepse ishin një fis i lirë, i cili jetonte në Graubündinin e sotëm të Zvicrës, në Kur, në kantonin e Kurit, siç e dini edhe ju, Zvicra është e përballur me kantonet e ndryshme. Dhe jo vetëm në Zvicër, por kanë jetuar edhe një pjesë të Italisë, deri në Dolomite, kanë jetuar në Austri dhe një thellë brenda deri në Bavari. E re, siç e thash, vjen nga ilirishtja gjithësisht, nga shqipja që do të thotë bubullim, shi, ajo që bjen shiu. Dhe sot, për shembull, ne kemi qytetin e lashtë të Gjermanisë që quhet Regensburg, që në shqip do të thënë kështjella e shiut, pra Regensburg, ka mbet ose kështjella e reve. Fjala e re. Kështjella e reve, saktësisht. Dhe pse qunin ata veten e re, e retia? Sepse jetonin lart atje lart në majet të maleve, në majet e Bjeshkës. Për aty edhe i kanë dhënë edhe vetë emërtimin, e re, e retia. Pastaj kemi e rejtia është përëndesha që ata morën me vete. Autorët italian dhe ata gjerman, si dhe zviceran, janë munduar të zbërthejnë fjalen rejtia. Ata e lidhin me latinishtën erectus, që do të thot e drejt. Por unë kam gjetë zbërthimin në gjuhën shqipe, pra në gjuhën përmes ilirishtes. Rejtia nuk zbërthejet përmes erectus e drejt, por ka më parë emrin iliro-shqip që do thot drejtia, përëndesha e drejtës. Pra nuk mundesh ti ta shpjegosh përmes latinishtes erectus pa marrë për bazë gjuhën shqipe apo ilirishtën. Rejtia në fakt nuk është asgjë tjetër veç drejtia. Pra e drejta, ajo që i jep të drejta, ajo që vendoste rendin dhe ligjin. A kanë folur, në çfarë gjuhë kanë folur në atë periudhë banorët, në çfarë gjuhë kanë folur? Atëherë, simas autorëve austriak, Friedrich Scholz, Valo Burkhardt, e shumë autorë që mos t'i përmendi, ose edhe nga autorë si Straboni e të tjera, rrethet kanë folur ilirisht, por kanë qenë të ndikuar nga kultura etruske, si dhe nga kultura kelte, sepse ne e dim se të gjitha fiset që kanë jetuar kryesisht në Panoni, një pjesë të Panonisë, Zvicër, Austri, Gjermani, kanë qenë të ndikuar nga kultura kelte. Kjo pjesa e rretis ka qenë kryesisht e ndikuar nga kultura etruske, sepse etrusket kishin ndikuar shumë tek erretet. Erretet, me një fjalë, kishin marrë fjalorin apo alfabetin etrusk dhe shkruanin me të. Mirë, po kjo nuk i bën erretet etrusk. Kjo nuk i bën as erretet kelt. Se ata morën alfabetin etrusk apo shkruanin me alfabet etrusk ose me alfabetin veneto-ilir, nuk i bën etrusk. Pra ata mbeten ilir, por të ndikuar nga kultura, siç e thash, edhe kultura etruske dhe ajo kelte. Keltet kanë ardhur 500-800 vjet më vonë, pra erretet kanë qenë dikur ka fise ilire rreth viteve 1200 para Kristit. Rreth 500 vite më vonë vinë keltet, kryesisht nga pjesa e Francës së sotme, dhe fillojnë disa të jetojnë në enklava, jo të përzirë me ilirët. Pastaj me kalimin e viteve janë përzirë dhe kështu ka filluar edhe gradualisht edhe si me thonë zhdukja ose mos ekzistenca e fiseve si fise ilire, pra mos prania e tyre. Lulzim, ju keni përgatitur dhe një libër që është gati për botim dhe këto ditë del me sa di, dhe duke shfletuar disa rjeshta
ato legjenda e librit, në ato çka ju keni shkruar, po shikoj dhe një titull tu, Epoka e hekurit në Zvicrën Ilire, fisi i lirë i norikëve dhe roli i tij në Alpet Lindore. Por kush janë norikët në radh parë dhe pastaj cili që roli i tyre në epokën e hekurit po flasim? Siç ke shkruar. Norikët janë një fis goxha i njohur në kohët e lashta. Kishin edhe shtetin e tyre. Rreth viteve 168 pushtuhet nga romakët. Norikët janë quajtur edhe norik edhe taurisk. Pra ata aq shumë u përzihen me fiset ilire, saqë autorët e lashtë latin, pra autorët e lashtë romak nuk dinin se si t'i quanin dhe i emërtuan me një emër tauristi. Ktu është një temë interesante që duhet të përmendim, që kam përmendur edhe në librin tim, i cili do dalë shumë javë, besoj që javën që vjen do dalë në botim. Ilirët e Zvicrës dhe të Austrisë, 4000 vite autoktoni ilire. Autorët austriak në burimet e tyre dhe në disa dokumentare të njohura që japin, na kanë dhënë një të vërtet të pathënë deri më sot. Ne e dim se Roma e pushtoi mbretëreshën Teut. Dhe nuk ishte ajo sepse ajo rënoi, shkatroi disa anije romak. Siç tregon autorët Alexander Zino dhe John Wilkes, pastaj edhe Polibi dhe Straboi. Roma nuk e pushtoi mbretëreshën Teut për shkak të piraterisë apo për shkak se ajo shkatroi disa anije romake. Roma pushtoi sepse e dinte shumë mirë rrugën tregtare që lidhte Atins. Edhe romakët e njihnin shumë mirë mbretëreshën Teut dhe e dinin se ajo kishte një pasuni marramenshe. Ari, floriri i saj ishte shumë i kërkuar për Roma po fuqizohej më të madhe në atë kohë. Dhe qëllimi i saj ishte që të merrte sa më shumë pasuri, që t'i paguante legionit, paguante ushtarët. Kur Roma pushtoi Teutën, se do dalë edhe te fise i norikëve, sepse lidhet ka ndërlidhje shumë me fise ilire dhe me pushtimin e Teutës tek Ari, ku ishte prezent edhe në pjesë të Austrisë. Kur ushtarët romak, në fakt ishin ushtarë ilir, dhe asnjë perandor në kohën e perandorisë së lashtë nuk mund të vinte në pushtet pa praninë apo pa miratimin e ushtrisë ilire që ishte nën protektoratin apo që ishte nën urdhrat e perandorisë romake. Kur ushtarët erdhën dhe pushtuan Teutën, mbretëreshën Teut, shumica prej tyre nuk donin të luftonin me vëllezërit e vet. Është sikur në kohën e perandorisë bizantine, është sikur në kohën e perandorisë osmane, kur kishte një mori të madhe të ushtarëve ilir shqiptar në perandorinë osmane, në perandorinë bizantine. Kur arvanitasit luftuan me perandorinë bizantine, atëherë uratë luftonin vëllezërit në mes vete. Pra shqiptar, edhe në kohën e Romës ishte po e njëjta gjë. Disa pra si të thuash kanë qenë luftra civile. Kanë qenë luftra si luftojnë, si mundet të luftojnë vëllezërit kundër vëllezërve. Pra, shumica e ushtrisë, ajo që përbente shumicën absolute të ushtrisë romake ishin ushtarë ilir. Dhe nuk mund të asnjë perandor në kryet e perandorisë romake të vinte në pushtet pa miratimin e ushtrisë ilire. Domethënë, kur erdhën ata dhe pushtuan Teutën, një pjesë e tyre nuk donin të luftonin kundër ushtarëve ilir, të cilët ishin nga pjesa e mbretëreshës Teut. Ktu filloi edhe dezertimi. Më vonë, Teutës ju mori pjesë e pasurisë nga floriri që kishte, një pjesë tjetër arriti ta fshehte thellë brenda në Shqipëri ose në Malin e Zi, se ishte komplet ajo pjesë ilirike.
ku edhe sot e kërkojnë njerëzit arjen e mbretreshës. Duhet të dalë tash tek fisi i norikëve apo i tauriskëve që më e bën pyetjen. Në atë zonë ku kanë jetu tauriskët apo norikët, fisi shumë i njohur i Liroken, që kanë pas përzierje. Kishte aq shumë flori, aq shumë ar, saqë autorët e huaj na tregojnë se ajo pjesë quhej Kalifornia e kohërave të lashta. Ishte shumë e zhvilluar dhe shumë e kërkuar në atë kohë. Ari i tyre ishte ari i pastër. Ata nxjerrin arin 60 centimetra thellë në tokë. Duhet të mije i toka 60 centimetra dhe dilte arë në kohë sa me thonë sa një kokër fasulli. Dhe këtu ishte edhe interesi i Romës, sepse Roma po rritej më të madhe ekonomikisht dhe duhej të paguaj ushtarët e tij. Ushtarët e vet paguashin përmes arit për ta pushtuar gjithë botën. Kjo ishte ajo arsyeja pse autorët e huaj nuk kanë treguar të vërtetën mbi mbretreshën të Hut, nuk kanë treguar të vërtetën mbi fiset i lirë të Zvicrës, Austrisë. E kanë mbajtur mshef, nuk e di me arsyeën edhe pse. Edhe herën e kaluar e pam një emision mjaft interesant të gazetarit Marin Mema, ku tregonte për rolin e mbretreshës të Hut dhe se si Roma e pushtoi mbretreshën i lirin, sepse kinse ajo rrëzoi disa anije romake. Problemi qëndron diku tjetër, problemi qëndron tek pasuria, tek kultura halshat, tek kultura e kripes, tek kultura e arit. Ata ishin të parët që e themeluan që nxirrnin kripën i lirit. Halshat kulturë, kripa njihej edhe sot njihet sikur ari i bardhë. Pastaj shpatat, përkënarët, gjithë ato i lirët ishin mjeshtër në këto drejtime. I lirët ishin ndërtuesit më të mirë të fortifikatave në Zvicër, Austri, në Gjermani, e pjesë të madhe të Evropës. Po. Pra, për dallim nga keltët, që tregojnë autorët austriak, gjerman, zvicrar, që ndërtonin shtëpitë e tyre me drun, i lirët kishin arritur stadin më të madh të civilizimit dhe ndërtonin shtëpitë e tyre me gur dhe me tulla. Pra, këtë praktikë e morën edhe romakët. Pastaj Liburnet. Anijet të Liburne janë anijet më të njohura që ka njoft bota e lashtë. Prej nga këto praktika të ndërtimit të anijeve që ishin shumë të shpejta dhe mbanin një numër të madh të ushtarëve, Roma kishte qëllime strategjike ta pushtonte atë pjesë, të merrte strategjinë e tyre dhe të dilte në mesdhe edhe të pushtonte gjithë botën. Kjo ishte sa i përket norikëve, sa i përket mbretreshës të Hut, sepse nuk janë thënë këtu. Unë i kam zbuluar këtu në para arkiva dhe në dokumentet lashtë që janë në dokumentet austriake, si dhe në dokumentarë të ndryshme që na tregojnë një të pathënë. Është e qartë ulëzim, në shumë hulumtime të shumë studiuesve edhe në shumë emisione tjera që kemi bërë, vihet re një konspiracion shumë i madh dhe i ndërthurur shumë mirë kundër historisë së të parëve tanë. Dhe është e padiskutueshme që Teuta jo vetëm që nuk ka qenë pirate, por ka qenë një mbretëresh, si të thuash, ose një prise e një fisi njerëzish apo një grup fisi njerëzish, të cilët jetonin jo vetëm në paqe dhe në harmoni, por dhe mbi baza dhe rregulla, të cilat nuk lejonin as skllavërinë dhe as piraterinë, siç thuhet shpesh në për emisione apo dokumentar të shkurtër që jo Teuta u sulmua prej Romës prej piratëve, nuk kishim ne
dhe ne nuk e kemi akoma piraterin në zakon, dhe përplasja midis Romës dhe Ilirikut apo Teutës këtej ishte pikërisht jo se nuk ishte përplasje racore, sepse ishte e njëjta ras njerëzish, por ishte një përplasje për thyrjen e besës dhe të kodeve zakonore që ne kishim si njerëz dhe i trashëgonin nga lashtësia. Pra, thyerja e besës dhe kodeve tona, përkundrazi, hajdut, pirat apo sklavopronar u treguan romakët, që sklavëronin, vidhnin dhe shkatronin çdo vend që pushtonin. Madje është e kundërta. Nuk ishin ata që civilizuan. Romakët madje erdhën si qytetërim nga etruskët, për të cilët ju folët pak përpara, që ishin ata që kishin dhënë kulturën dhe Alpeve lindore që thatë ju. Kështu që kemi një histori të koklavitur, është e vërtet ajo që ju verifikuat, që thatë që në të gjitha epokat njerëzit janë vënë në sulm përballë njëri tjetrit dhe kanë luftuar njëri tjetrin, disa herë kanë pranuar, disa jo, dhe kjo gjë çuditërisht po zhvillohet dhe po ndodh edhe në ditët e sotme, kur dihet që edhe në formimin e shteteve që kemi sot, në Ballkan është përdorur elementi shqiptar për të luftuar kundër njëri tjetrit. Kështu në Greqinë e sotme, për shembull, shqiptarët janë vënë përballë njëri tjetrit, shqiptarët që ishin të krishterë me shqiptarët që mbanin anën e Turqisë që i quanin mysliman, po që në fundit thënë të dyja partë e kishin marrë si një tipar dallues kush shfrytëzonte dhe kush shfrytëzoi, dhe jo për gjë tjetër, dhe që këtu lindi një përplasje midis rrymave, që njëra donte të çliroje dhe të merrte vetë pushtetin duke dëbuar një perandori që ishte në Kalbje, dhe pjesa tjetër që i pëlqente ajo status quo, që merrte ato benefitet nga perandoria osmane, njësoj më sikur sot të thuash që perandoria amerikane, ne jemi anti-amerikane kështu me radhë, askush nuk e thot, sepse ne shqiptarët jemi pro-amerikan, po nuk do të thot se në një moment të largët pas x shekujsh apo vitesh kur Amerika të bjeri, dikush tjetër mund ta shajë, sepse kështu ndodhin këto perandoritë e reja që lindin, shuajnë historinë, e deformojnë dhe fillojnë godasin, fillojnë ato replikat, ato goditjet e kështu me radhë. Pra, është një diçka e tillë. Shqiptarët kanë qenë shtet formues dhe shtet bërës në të gjitha epokat, edhe në kohën e Romës, sigurisht që dhe para Romës, edhe në kohën e Bizantit, se dhe Bizanti ishte po një perandori e ndërtuar kryesisht prej shqiptare, dhe gjithë perandorët derisa vinë nga Konstantini me vendlindje në Nish, nuk mund të ishte gjithë tjetër se një individ i racës arbër, dhe po ashtu edhe në kohën e Skënderbeut, ku përplasjet, madje edhe shtete si Serbia lindën prej Turqisë për të bërë ose një si tip garnizoni, si mund ta thuash, ose një grup njerëzit që do ishin të gatshëm në rast se shqiptarët do ngriheshin prap, ti përballnin me sulmuesit, mos i ndodhte më ajo që i ndodhi në kohën e Skënderbeut, kur shqiptarët i mposhtën turqit sa herë që këta vinin. Kështu që turqit me të pushtuar Shqipërinë u treguan dinak dhe krijuan një grup njerëzish që i quajtën të ndryshëm, krijuan pra racën slave apo racën serbe, në qoftë se e quajmë kështu, të cilët më mbrapa gjatë kohërave u asimiluan totalisht dhe u bë, siç i njohim sot, dy popull armiq me shqiptarët. Megjithatë, le t'i kthemi edhe një herë librit tënd, kur Gurina, vendbanimi i lirë 2500 vjeçar në Alpet lindore, Ilirët e Tirolit, populli i urnave, çfarë keni dashur të sqaroni me këtë fashikull të librit juaj? Atëherë, siç e përmendet edhe ju shumë mirë, dhe nuk mund ta tjetërsoj me emrin, vendbanimi i lashtë i lirë 2450 vjeçar apo 2500 vjeçar, ne nuk e dim saktësisht. As autorët austriak nuk e din se saktësisht se sa ka qenë, por mbi 2400 vjeçar është e dokumentuar vendbanimi i lirë Gurina, dhe po tregon dhe vetë emri. Gjë që tregon dhe dëshmohet ajo që ka thënë studiuesi gjerman Hans Krahe, filologu shumë i madh, se gjuha shqipe është një dialekt i ilirishtës.
Qa do të thotë kjo? Emërvendet që sot janë në Austri, në Zvicër, në Gjermani dhe në pjesë të Evropës, flasin ilirisht, gjithësisht shqip. Gurina nuk është asgjë tjetër veç se emër ilir që gjuha shqipe dhe ne sot si shqiptar e flasim dhe e kemi ruajtur brez pas brezi, gurin. Aty është gjetë edhe mbishkrime iliro-venete, të njohur nga studiusit gjerman siç është Theodor Mommsen dhe Joachim Matzinger, e plot studius të tjerë austriak. Kanë gjetur mbishkrime iliro-venete të alfabetit venet që janë të dokumentuar dhe unë ato i kam plasuar në libër dhe lexuesit gjithë ata që janë të ndërsuar me ble librin tim apo librat e mia dhe librin tjetër që do dalë shumë shpejt, i kanë të gjitha. Nuk është vetëm Gurina, vendbanimi i lirë 2450 vjeçar, ku jetojnë afro 15 banor, por ka vendbanimet e tjera që janë vendbanimi maltal, që do të thotë gryka e malit, apo Alpe. Fjala Alpe është fjalë ilire, gjithësisht shqipe, që rrjedh nga fjala alm dhe me metatez bën mal. Pra, kjo pjesë e Austrisë flet ilirisht, shqip, me të gjitha tiparet. Njerëzit janë të dokumentuar në atë pjesë si popullsi ilire me ndikime të mëvonshme kelte. Po, Pra, atëre, kemi një tjetër titull këtu, origjina e emrit Danub, edhe kjo është interesante për ta sqaruar, është ilire apo kelte? Kush është fisi ilir i Tregestët? po, Tergestët. Danubi, shiqo, Tergestët, jo Tregestet, po është fisi ilir i Tergestëve. Tergestët. Danubi, po, Tergestet janë fisi ilir, i cili ka jetuar në Italinë që e sotme, dhe këtë fjalë e morën slavet, Po, kur u dyndën më vonë, dhe këtë fjalë terg, që do më thonë në Shqip treg, e morën slavet dhe sot i quajnë, i thonë Tergovina, i thonë po. tregut. Pra, ai fis është i dokumentuar nga Polibi në udhëtimet e tij që ka bërë, si një fis i lirë dhe që është marrë shumë me tregti. Edhe sot i ki venetet ose edhe në mesjet, që kanë qenë shumë të njohur si popull tregtar që janë marrë, që i njeh gjithë bota, sepse përjardhjen e kanë prej ilirëve. Pra sot venetet që janë italian, janë fis i lirë në fakt, i dokumentuar nga gjithë autorët e lashtë. Tergest, terg do të thotë në Shqipen e sotme treg. Treg pra, të regjë, vi vend që një treg, një vend që shet diçka të re. Danubi, po ashtu, është i dokumentuar si një vendbanim i fiseve ilire. Dhe vetë autorët austriak dhe gjerman, në kongresin e tyre të fundit të vitit 1936 në Paris të Francës, kanë mbrojtë temën, zoti Steinhauser mbron temën se të gjithë lumejnë të mëdhenj në Gjermani kanë përjardhje ilire. Kurse disa autorë të tjerë kanë mbrojtë temën apo tezën e tyre kundërshtuese, ku thonë se disa lumej në Evropë kanë emërtime kelte. Pra, Danub nuk është asgjë tjetër vetëm se një emër i fiseve iraniane, siç e thonë autorët, avestiane, që do të thotë lum. Pra, por
tani se kush ka të drejtë në këtë simpozium që është mbajtur në ato kohë, në vitet 1930 atutje, mbetet si temë diskutimi dhe nuk është pranuar nga autorët e ndryshëm. Hans Krahe, filologu më i madh gjerman, mbron tezën se të gjithë lumejt në Evropë kanë përjardhje ilire. Edhe vetë vendbanimi i Vienës ka përjardhje ilire, dhe më thonë që banorët e parë të Vienës kanë qenë ilirët, vitet 1000 para i.R. Dhe vetë vendbanimi i Vienë rrjedh nga Viduna, Vindobona, Viduna, Viduna, Ujnduna, që do të thotë banorët që kanë jetu rreth ujrave, rreth ujrave, lumejve. Afër lumejve. Kryesisht ilirët, po, rreth lumejve, kryesisht ilirët janë përpjek të jetojnë rreth lumejve, sepse aty e kanë gjetë veten dhe aty e kanë zhvillu edhe bujqësinë, kulturën, ekonominë e gjitha. Po, atëre, që keni për nga thëmë për gjaketën gjermanike, apo fundi, apo fustanella e lire, cili është afrimi i gjuhës ilire me gjuhën etruske dhe atë baske? Qa afrimiteti kanë këto? Atëre, fundi gjerman, paltoja gjermane dhe fundi apo fustanella ilire janë një temë mjaft e interesante që unë kam diskutuar në libër nga autori gjerman Karl Schuhart, i cili na ka dhënë disa libra, unë i kam marrë dhe i kam studiuar mjaft mirë. Dhe ai na tregon diçka interesante që ne nuk e kemi ditë përpara, dhe hyn thellë jo vetëm në Gjermani fustani, një lloj fustani i shkurtër ose një lloj fustanelle, por shkon thellë edhe deri në Danimark, për shembull, ku janë gjetur këto fustane dhe paltoja gjermanike. Rrugën tregtare për në Greqi dhe në Mesdhe, thot autori, ja mësuan ilirët gjermanëve, fisëve gjermanike. Pra, ilirët ishin të parët që jetuanin në territorin e sotëm gjerman, rreth viteve 1800 para i.R. Pra, andej në këto territori janë gjetur edhe, si që përmendet edhe ju, edhe populli i unave që thuhet, unen fel kultur, që do të thotë kultura e fushave me vorba, me enë prej balte. Që do të thotë kjo? Kjo do më thënë se ilirët i varrosnin, i djegnin të vdekurit në turr druve dhe hirin e tyre e vunin në një enë prej balte. Dhe kjo është e njohur në gjithë Gjermaninë dhe në gjithë Evropën. Kjo kulturë unë e kam lidhur me kulturën e fisëve ilire që kanë jetu në Trojë e dikushme. Pra, në Trojën e dikushme nuk ka pas fise greke. Ka pas fise pellazge, ka pas fise ilire trojane. Pra, trojanët janë fisë ilire. Këto na japin autorët austriak. Dhe i kanë dokumentuar dhe janë mirë të dokumentuar me këto. Pra, kur Hakili vret Hektorin, atëherë babai i Hektorit shkon tek tenda e Akilit për ta kërkuar trupin e djalit e tij, që ta vorros në mënyrë tradicionale, pra në mënyrë se si e vorrosnin ata. Pra, e diçnin në turr të druve dhe hirin e tyre e ruanin në një urnë, që quhet në latinisht urna, që në shqip do të thotë enë prej balte. Këtë praktikë e kanë përdorur edhe ilirët në tërë Evropën, edhe kryesisht në Zvicër, në Austri, në Gjermani dhe deri në Çekoslovaki. Pra atje ku është kultura e Lausitz, e përmendur nga autorët shqiptarë dhe autorët e huaj. Po, tashi çfarë na lidh me gjuhën etruske dhe baske? Cili është afrimiteti i ilirëve me gjuhën etruske dhe baske? Atëherë, në territorin e sotëm të Italisë, ku kanë jetuar fiset e lashta ilire, siç janë mesapet, po, japigët, venetët,
Puljezit, pra në Apulja ku jetojnë ani, ka pas edhe ndikime, ka pas edhe fise baske që kanë jetu në atë pjesë. Unë kam gjetur libra të vjetra gjermane që tregojnë atë. Dhe afiniteti apo lidhja asaj e fiseve ilire me fiset etruske dhe baske ka ardhur deri tek edhe përzierja e gjuhëve. Pra, siç na kemi disa autorë siç janë Zakaria Majani dhe Nermin Falaski Vlora, që na kanë lënë një korpus mjaft të mirë të librave të tyre, ku shpjegojnë mjaft mirë afirmitetin apo lidhjen e gjuhës shqipe me atë etruske dhe jo vetëm etruske, por edhe iberike, domethënë të baskeve, se baskishtja është gjuha eskuera, gjuha e shkuar. E shkuara, domethënë gjuhë e lashtë. Po edhe bashk. Po, e shkuera. Po shqip është. Po, bashket, nëse mund ta quajmë ashtu, kanë një gjuhë që gjuha atyre quhet e shkuera. Domethënë gjuhë e shkuara. Gjuha e kaluar. Gjuha e lashtë. Gjuha e lashtë. Gjuha e kaluar, bravo. Bravo. Dhe unë aty kam dhënë disa jo unë, po mbas të autorëve gjerman, siç është Karl Schuhart, për shembull tok. Pra, art, nga hardhia. Hardhi, që do thotë dhe e lidh autori shumë mirë me fisin e ardianëve. Thotë fisi i ardianëve mund të ketë pas përjardhjen e emrit nga hardhia, sepse ne e dim shumë mirë se të parët që sollën hardhin e rushit në Austri dhe në Gjermani ishin fiset venete. Pra ishin venetet ata që u treguan se si mbillet hardhia, si mbillet rushi, si kultivohet dhe si përpunohet dhe bëhet prej tyre nxirret vera. Austriakët e sodëm kanë një kulturë të trashëguar prej ilirëve, gjithsesi prej venetëve, 3000 vjet, domethënë. Dhe verat e tyre, verat e austriakëve, janë me mbishkrimin ilir. Pra, ilir. Unë i kam shfaq dhe i kam postu shumë shpesh në Facebook verat e ilirëve, sepse kam dashur t'ju tregoj jo vetëm shqiptarë, por gjithë atyre që janë të interesuar, se kjo nuk është rasti. Ne nuk mund të gjejmë verat të ilirëve në Afganistan apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por janë vera tradicionale, vera të kuqe, vera të bardha, që kanë një background, një lashtësi prej fiseve iliro-venete. Domethënë 3000 vjet të dokumentuara. Po mirë, një tjetër kapitull flet për ilirët e Hallstatit, ilirishtja, gjuha e parë dokumentuar në Austri. Atëre, çfarë doni të thoni me këtë, si e shtjelloni këtë temë? Po, Hallstatt kultura është kultura e njohur e vendbanimit Hallstatt. Aty ilirët si fillim kanë rënë në kontakt me kripën. Dhe jo vetëm kripën, por me kripën fillon çdo gjë. Vendbanimi i Hallstattit është i njohur rreth viteve 800-450. Por unë kam gjetur mbi 12 arkiva të tjera austriake, ku japin një vendbanim 1250, domethënë një lashtësi tjetër edhe më thellë, që shkon në 3200 vjet. Hallstatt kulturë, siç e përmenda edhe më herët, është kultura e kripës. Ilirët ishin të parët që nxirrnin kripën. Dhe jo vetëm aty, por unë kam gjetë edhe arkiva të ndryshme ku dokumentojnë si salapja. Salapja janë vendbanimet ilire, si ku më thonë, ujdhesa, po liçene të ndryshme që janë me krip, domethënë ujë i kriposur. Salapja, ilirët i kanë thënë kripës sal, dhe prej ilirëve kanë marrë edhe latinët, që sot i thonë sal, sale, sole.
Pra, Salapia rrjedh nga Venetishtja, gjithsesi nga Mesapishtja, që do të thotë uji i kriposur. Pra, Apia në Mesapisht është uji. Mesapia, pra që kemi përmend edhe në shumë temat të tjera, mesapet i quanin veten mes ujrave, pra Apia. Mes ujrave të kripura. Edhe sot romunët. Po. Edhe sot i thon fiset edhe sot i thon romunët ose fiset e lashta. Mesapët kanë banuar në zonën e Barit në Itali, në zonën qendrore të Italisë. Po, atëre në Brindisi. Po, edhe brigandët që ju thatë, fisi Iliro-Kelt, brigandët mos kanë lidhje me brigjet, ata që kanë jetuar në për brigjet e lumeve apo të ujrave. Brigantët po ashtu janë një fis Iliro-Kelt, kanë më shumë ndikime kelte, sepse kanë kaluar Breukët, Genaukët në madhe më vonë, nga Gjermania kanë kaluar në Iberik dhe prej aty kanë dalë në Britani. Brig, do të thotë Brig, lidhen pak a shumë edhe me fiset ilire të Brygëve. Kanë të njëjtën origjinë. Brigje, siç e tha edhe ti. Po, kanë të njëjtën origjinë dhe gjua shqipe e zbërthen fisin, domethënë emërtimin e fisit brigand, brig, breg, brygge, brygje. Pra që kanë jetuar në pjesën e Austrisë së sotme, është territori edhe sot kur kalon nga Austria për në Itali, ku është Tiroli i sotëm, aty ka edhe sot një vendbanim që quhet vendbanimi i briganteve, pra. Po. Ndërkohë që ju flisni dhe për vendolikët, një fis iliro-kelt, Arboni, vendbanim i lirë në Zvicrën lindore, keni bërë një gjenologji të shumë fiseve këtu, ka dhe fiset tjera, fisi tauristik me origjinë lire, e kështu me radhë, po të ndalemi t'i zëm me radhë pak e na pak. Kush janë vendolikët dhe Arbonët? Arboni, fisi i tjetër, ose vendbanimi që ka këtë emër, Arboni? Po, vendbanimi i Arbonit është në Zvicër, do dalim edhe tek vendbanimi i Arbonit. Po. Sotëm, sepse ai lidhet me zbulimin, e kam lidhur me zbulimin e sotëm të linit të Pogradicit, se janë gjetë aty palafite. Vendoliket, simas autorëve të huaj, Servius Grammaticus, i lidh me fisin e Veneteve dhe Liburnëve, Grammaticus. Në territorin e sotëm në mes Zvicrës dhe Gjermanisë, ka një liçen që quhet liçeni i Konstantës. Dhe është shumë i njohur në Evropë. Përpara ai liçen quhej Lacus Veneticus, liçeni i Veneteve. Dhe është territori i cili përshkron fiset vendolike. Augsburgu i sotëm i Gjermanisë ka qenë kryeqyteti i vendolikëve, dhe vendolik nuk është asgjë tjetër veç se fjalë shqipe që do thotë vend. Dhe në atë drejtim janë gjetur edhe fise i lire, si që janë fisi i naristeve. E ke në fund të nduke që ta kam dërgu, do të flasim edhe për të. Po, naristet gjithashtu janë një fis i lirë, i cili lidhet pak a shumë me fisin e vendolikëve, sepse të gjitha këto fise kanë qenë, si më thonë, usherin apo lidhje gjakun mes njëra tjetrës. Naristet kanë një përzierje i lire kelte dhe ndikime gjermane, por rrjedhin kryesisht nga Narona apo Narenta e dikushme e Bosnës. Dhe vetë emri Bosna, nëse mundem me zbërthy, që të mos kalojmë pak nga tema, vetë emri Bosna, simas autorit hungarez Franz Baron Nopça, rrjedh nga ilirishtja, Bosnën që do thot enë prej drurit për mbajtjen e kripës që ju servin të deleve, pra Bosona. Dhe Narenta dhe Bosona janë vendbanime të
të dokumentuara që kanë jetuar fiset e ndryshme, fisi i Narendëve dhe fisi i Daorsëve. Pra ky fis është zhvendosur në falcin e sotëm të Gjermanisë, së bashku me vendoliket, së bashku me fiset e tjera, Breunet, Genaunet, Fukonotet, Asalet e të gjitha fiset. Pra janë të dokumentuara, po. Sigurisht, vendolikët ne në gjuhën e sotme mund të themi dhe vendasit, shumë e qartë ajo gjë, por le të kalojmë dhe tek ilirët dhe vendbanimi i lirë Burgenlandit të Austrisë. Pse ilirët u fshin nga historia e Austrisë? Atëherë, pse ilirët u fshin, kjo është një pyetje më e mirë që mundemi ta zbërthejmë ose të flasim për sonte. Sepse në vitet 1600 me ardhjen e fisëve slave, me dyndjen e fisëve slave, të cilët filluan nga shekulli 7, disa thonë 6. Jo, nuk ka shanse të kenë ardhur slavët në faqe ndërpres në shekullin e 6-7. Kjo dyndje mund të jetë në shekullin e 16-17 pas perandorisë osmane, e cekëm pak në fillim, kur perandoria osmane për të krijuar një mbrojtje ndaj sulmeve ose ndaj kryengritjeve shqiptare, për të mos lejuar më atë që ju bëri Skënderbeu, këta filluan të bënin, të sillnin dhe raca të tjera nomadësh, të vendosin në vendbanime shqiptare, duke asimiluar dhe popullsinë vendase dhe duke i dhënë një emërtim tjetër. Kjo por ka ndodhur pas shekullit 16. Shekulli 6-7 ishte i pastër në Ballkan, s'kishte racë tjetër deri me mbritjen e perandorisë osmane, s'kishte racë tjetër përveç nesh në këtë vend, në këtë gadishull. Po, dhe rreth viteve 1600-1700 ka pas shumë autor slav të cilët janë mundu të vishen me kulturën e ilirëve. Unë e kam quajtur atë nën palltun e autoktonisë ilire, pra fiset të cilat erdhen, si me thonë, me gomar nga Karpatet ruse, kur ne ishim në fazën e civilizimit, do më thonë e kishim kalu, si thot Gjergj Fishta, fazën e civilizimit, me ndërtime me gjitha ato që i kishim bë. Ata erdhen vonë dhe u munduan të marrin historinë e shqiptarëve, të ilirëve. Aty dhe filluan shkrimet e autorëve slav, se kinse ata na qenë kanë pasardhësit e ilirëve. Këtu edhe filloi përplasja në mes fisëve gjermane, austriake dhe zvitrane, të cilët e pan këtë si një ide jo të mirë që të kapnin autoktonin ilire dhe e morën këtë pjesën e kelteve dhe romakëve. Pra, edhe sot e kësaj dite nuk gjen as në Austri, as në Gjermani, as në Zvicër një rrugë me emrin rruga e ilirëve, por gjen me mira emra rruga e kelteve, rruga e romakëve. Për shembull, Römerstrasse, nuk e kam shumë larg këtu ku banoj, domethënë rruga e romakëve. Jo shumë larg këtu nga banesa ime ku jetoj. Ka vendbanime, ka rrugë që quhen rruga e romakëve ose vendbanime romake, ku në fakt ishin vendbanime ilire. Pra, kishte një manipulim të madh të slavëve, sidomos të kroatëve, slovenëve dhe serbëve, të cilët filluan me libra, duke shkruar libra të pafund në serbokratisht, në gjermanisht, në gjuhë të ndryshme, se ata na qenë kanë pasardhësit e vërtet të ilirëve dhe jo shqiptarët, domethënë. Këtu edhe u larguan, këtu edhe filloi konflikti i fisëve i gjermanëve, austriakëve dhe e hoqën nga kurrikula e shkollës. Karl Kraus, një arkeolog, Gustav Kosina, Richard Pitjoni dhe tjera kanë shpjeguar shumë mirë panilirizmin dhe të gjitha përjardhjen e fisëve ilire dhe tregojnë shumë mirë sepse u hoqën këto nga kurrikulat austriake. Por edhe sot në Burgenland ka filluar një vetvdisim
dhe e kanë parë se kush janë ilirët, sepse vetë vendbanimet flasin ilirisht. Për shembull vendbanimi i lashtë i lirë i Kirsh Bergut, që në gjuhën shqipe do të thotë kish bregut, pra kirshe i thon kishës, ndërsa berg breg. Nuk është asgjë tjetër Kisha e bregut. Shqipe ilirishte. Po, kisha e bregut, pra vendbanimi i lashtë një fshat i lashtë i lirë Kirchberg është i dokumentuar 3000 vjet i lashtë. Dhe këtë e dinë shumë mirë gjermanët. 3800, 3000, 2400, 3200, 4000, pra janë të dokumentuara këtu. Shiko, për saktësim, ta theksojmë dhe një herë, gjithë historianët shqiptarë dhe ata që merren me historinë e lashtësisë apo dhe të mesjetës duhet të holumtojnë pak më tepër në lidhje me lindjen e slavizmit. Slavizmi fillimisht ishte një përpjekje e perandorisë bizantine në Evropën veriore, në Çeki, Poloni e kështu me radhë, për të krijuar një popull që kishte varësi nga Bizanti, një popull fetar kryesisht, t'i jepte atë ngjyrë fetare dhe krijoi atë rrymë fetare. Pastaj më mbrapa, atë që nisi perandoria bizantine, pikërisht po flasim për në Serbinë e sotme, e përfundoi perandoria osmane, kur vendasit nuk ishin më ata që bënin ligjin, sepse jo se nuk kishte ardhje dhe lëvizje popullsisht dhe në kohën e Bizantit, por të gjithë asimiloheshin përballë gjuhës shqipe dhe primaritetin e kishin po ata që flisin atë gjuhë. Por Turqia bëri atë diferencën tjetër që i dha prioritet një gjuhë tjetër, një gjuhë slave, dhe kush ishte slav apo do të merrte më shumë përfitime, benefite dhe krijoi një racë artificiale duke asimiluar dhe vendasit, duke shfrytëzuar dhe të deportuarit. Por kjo i takon ndoshta një temë tjetër sepse kërkon një hulumtim më të gjerë dhe sigurisht që kërkon edhe një sqarim më shtarues, por ne e themi vetëm si ngacmim që duhet hulumtuar dhe duhet kapur kjo çështje edhe në këto pika, pasi është e gabuar mendimi të thuhet që serbët e kanë origjinë në shekullin 6-7, është e pamundur, nuk ka pas serb në atë kohë, ishte fare pamundur, është diçka e pabazuar. Por le të kalojmë tek kapitujt e fundit të librit, kur ju flisni për fisi i lirë naristët, që përmendën pak përpara, një nëngrup i lirë Venet dhe Gramish, Paterkirchen, fis i lirë i parthinëve në Bavari, dhe të vazhdojnë të sqarojmë dhe këto fise, pas kemi pas shumë fise i lire, të cilët një pjesë të tyre edhe unë nuk i kam njohur me thënë të drejtën, dhe sot po çuditem që po plotësohem, sepse dihet që gjithë Evropa, e kemi thënë në për shumë emisione me shumë studiues të ndryshëm, dhe kemi arritur një konkluzion që gjithë Evropa është një lindje prej fiseve ilirike, por ja ku ju na i plotësoni këtë rebus, këtë mozaik, dhe na sillni edhe fakte edhe dokumentat të tjera të cilat vërtetojnë atë çka thonë dhe studiues të tjerë pa lidhje me studimet tuaja. Atëherë le të vazhdojmë me naristët që tham, këtë në grup Iliro Venet, Gramishët dhe fisi ilir i parthinëve në Bavari. Po, unë si që përmena për naristët, ata janë në një fis ose një nën grup, si që thatë edhe jo shumë mirë, i Venetëve. Vendbanimi i tyre kryesor ka qenë të falë si sotëm i Gjermanisë, por rrenja e tyre vjen nga Bosnia e dikushme ilire, që ishte zonë e kulturës Hallstatt, sepse aty edhe janë gjetë, edhe sot e kësaj dite ka vendbanim i ku nxirret kripa. Vendbanimi i Hallstattit që e përmendëm, ku ilirët e nxirrnin kripën, nuk ishte vetëm në Austri, por kishte lidhje edhe me Bosnën, në Tuzlën e sotme, që nxirret kripa, më vonë pa kur erdhen turqit, osmanët, dhe i dhanë emrin Tuzla. Aty është nxirret edhe sot kripa, dhe vazhdon deri tek Tuzi i sotëm i Malit të Zi, domethënë kjo lind
nga Hallstati në Bosnjë dhe në Maqedoni. Naristët nuk janë asgjë tjetër veç si nën fis i Venet apo fis i naristinët afër daorsëve që kanë jetuar dikur në Bosnjën e sotme. Për të kaluar pastaj tek, siç e përmendet ju, kapitulli i fundit që kam bërë para 2 javë një video në Facebook ku gjejmë fakte interesante të pathëna deri më sot të fis të vendbanimit ilir Garmisch-Partenkirchen në Bavarinë e sotme. Garmisch-Partenkirchen ka qenë përpara kanë qenë 2 komuna, 2 bashki, siç thoni ju në Shqipëri, të ndara në mes njëra tjetrës, dhe vonë janë bashkuar, i kanë bërë bashkë 2 komunat dhe sot quhen Garmisch dhe Partenkirchen. Përpara ka qenë vetëm Garmisch dhe Partenkirchen e ndonë. Ai vendbanim i Partenkirchen na qenë ka një vendbanim i lirë, i themeluar nga fisi i lirë i parthinëve. Po kush janë parthinët? Parthinët janë të dokumentuar që kanë jetuar në mes të Durrësit dhe Elbasanit, ashtu si sa kam gjetur unë shënime të sakta. Atëherë, Partenkirchen, një qytet që sot njihet si qytet bavarez gjerman, është i themeluar nga fisi i lirë i parthinëve. Fillimisht, ai fisi i lirë kishin themeluar një kishë aty në Bavarinë e sotme, ku e kanë emërtuar Barthinskirche, që do të thotë kisha e Barthinit. Pra, jo Parthin me p, po Barthinskirche. Dhe kjo përputhet përkon 100% me realitetin e autorëve greko-romak, se fjala Parthin e fisit i lirë parthinëve rrjedh nga gjuha ilire, gjithsesi nga gjuha shqipe, parthoj, barthoj apo i bardhi. Dhe kjo, çka do thotë kjo? Kjo do thotë se Barthinskirche nuk është asgjë tjetër veç se kisha e bardhit apo e barthinëve, barthoj. Pra, kisha e bardhëve. Shumë interesante që unë, po. Shumë interesante. Dhe distanca në mes Durrësit dhe Bavarisë është shumë e lartë. Këto fise në kontekstin historik kanë qenë fise që janë zhvendosur edhe gjatë kohërave të perandorisë romake. Pra, ka pas prej tyre edhe legione ilire nën perandorinë romake, të cilat kanë ndejt aty dhe kanë mund të ta themelon edhe një qytet apo fillimisht si një fshat dhe më vonë është bërë si qytet. Por ka edhe nga shumë nga ata autorë që i lidhin me një fis i lirë tek në Veneci, që është fisi Partho. Pra, sido që tjetë, shumica historianëve gjerman pajtohen se ky vendbanim i Partenkirchen, që do thotë kisha e parthinëve, është e themeluar nga fisi i lirë i parthinëve, i cili ka jetuar në mes Durrësit të sotëm, Durracës, pra dhe Elbasanit. Sigurisht që ne përmendëm në këtë emision disa nga emrat e fiseve ilire që vinë në Zvicër, në Austri, madje deri në Gjermani e Mëtej, por më shumë se kaq gjithë ata që janë të interesuar dhe na ndjekin dhe janë kurioztar për të parë dhe shumë emra të tjera fisesh, sigurisht që do vinë në ndihmë libri që ju po botoni këto ditë, Ilirët e Alpeve lindore të Zvicrës, Austrisë, kështu që shpresoj dhe uroj që të vazhdoni këtë rrugë, studimet tuaja në këtë fushë, pasi akademikët e vërtet të Shqipes, të shqiptarisë, janë pikërisht njerëzit që studiojnë të pavarur dhe të pandikuar në politikat e ndryshme apo orientimet e ndryshme të qëllimshme. Kështu që nëse doni të thoni dhe diçka në përmbyllje të këtij emisioni, me kënaqësi do t'ju dëgjoja, pastaj vazhdojmë me mbylljen. Po, unë kisha vetëm edhe 2 fjalë për ta përmbyllur këtë emision. Patjetër.
po përpos librit të parë, i lirët e Zvicrës dhe të Austrisë si dhe pjesë e madhe të Gjermanisë, apo siç ka thënë edhe Herodoti, se i lirët dhe thrakët janë populli më i madh i botës pas atyreve India. Mbas botimit të librit të parë, do të vijë radha dhe botimi i librit të dytë, që është i gatshëm vetëm të botohet, e që ka të bëjë me jehonën e antikitetit dhe me emërvendet, pra siç njihet toponimia, hidronimia, flora dhe fauna ilire, po në Alpet lindore, Zvicër, Austri, Gjermani dhe gjithë kjo pjesa e Evropës. Pra, do të mund ta bëjmë edhe një emision mbi këtë pjesë, mbi florën dhe faunën, mbi emërvendet, mbi hidronimin dhe toponimin e gjithë ajo që flet shqip në Evropë, përmes rrënjeve të fisëve ilire. Patjetër, do të mirëpresim në çdo moment që ju të mendoni se ka diçka që duhet ta tregojmë për publikun. Falenderoj Gjerasin, falenderoj pa mas. Dashur miq, që ishim në këtë emision më saktë me Lulzim Osmanaj, me shqiptarin e Dardanis, i cili ndodhet në Evropë, në Gjermani apo në Austri. Lulzim, nëse e thash saktë. Dhe me studimet e tij po i vjen shumë në ndihmë historiografisë son, të kaluarës son, të lashtësisë, të 2000 viteve të kaluara, ndoshta edhe më tepër, dhe kështu që do të jemi përsëri në këto emisione për të sqaruar dhe detajet e tjera, por megjithëse Lulzimi po boton disa libra, do të ishin shumë interesante këto libra të studioheshin dhe të kihej parasysh dhe emërtimet dhe gjitha ato emrat e grupfiseve që përbënin këto vendbanime dhe këto qytetërime të hershme, rrjedhoj e të cilës sot janë shtetet që njohim në Evropë. Mirë, unë të falenderoj dhe një herë Lulzim, gjej rastin të falenderoj dhe dëgjuesit e Alpo Televizion dhe të emisionit Avantazh, dhe ta mbyllim këtë emisionin për sot. Sigurisht që do të jemi në emisionet e tjera përsëri për të zhvilluar tema të ngjashme. Deri atëherë ju uroj të kaloni sa më këndshëm, mirupafshim dhe natën e mirë.